pamundshme me qenë këtu dhe mos me dalë në protest. Kem tash obligim, kem obligim për luftëtarët që janë në Hog, edhe pse jem lind jashtë, jem rrit jashtë, adetet tona, domethënë gjuhën tonë dhe atë ndjenjen për atë dheun tonë nuk e harrojmë kur. Jena pe Kolmari, jem hës negociatin e kem djallë migjes dhe u kon e pamundshme me qenë këtu dhe mos me dalë në protest. Siç kemi qenë edhe në Hog, këtu e kem deri shtëpis dhe kem tash obligim, kem obligim për luftëtarët që janë në Hog, domethënë krerët e UÇK-s, mirë po edhe për gjithë luftëtarët apo veteranët e UÇK-s. Ju jeni lind dhe jeni rrit jashtë Kosovës, besoj. Unë jam lind jashtë Kosovë. Mirë po edhe pse jem lind jashtë, jem rrit jashtë, adetet tona, domethënë gjuhën tonë dhe atë ndjenjen për atë dheun tonë nuk e harrojmë kur. Sot besoj keni ardhur edhe me shoqëni, me shoqënim që e rrit me ta që janë nga Kosova, besoj. Ashtu është. Jem me familjar, me shoqëni dhe me njerëz, edhe pse nuk jem shoqëni direkte Kosova e vogël, dhe shqiptarët janë gjithandej krejt botën, kështu që po e vërtet ashtu është. Çfarë mendimi keni për persona ndoshta që nuk kanë mujt me ardhur? Ka shumë dhe prej shoqënisë tonë apo prej familjarëve që nuk kanë mujt me qenë këtu, sepse obligimet apo situata është e tillë, mirë po me shpirt e me zemër besoj që me neve jam. UÇK